Misioni, po një pyetje nisur nga fakti që Lavrov dhe duhet ta kemë aty regjia, agjencia zyrtare TASS e Moskës njofton që Izraeli po përgatitet për një sulm tjetër këto 2 muaj ndaj Iranit, se jo më kot e solla Iranin. Po, është duke u përgatitur patjetër ndaj Iranit sepse i duhet për të justifikuar vazhdimin e luftës, për të justifikuar qëndrimin në pushtet. Agjencia TASS, është agjencie, po, kjo është foto, ka kohë që po përgatitet, është domosdoshme për Izraelin një sulm i ri ndaj Iranit, për arsye se i duhet të justifikojë qëndresën e tij. Pra, e vetmja mënyrë, siç tham, pse do ta bëj këtë mënyrë? Dhe nuk do ta bëj brenda këtyre 2 muajve. Në momentin që Izraeli do fillojë genocidin më masiv ndaj Gazës, në atë moment Izraeli do sulmojë Iranin. Pse do sulmoj? Për të hequr vëmendjen nga genocidi që bën në Gaza. Ja, nga shfarosja e popullsisë, shumë të informuara tregojnë që po përgatiten sulme mbi Iranin. Kur themi që Izraeli, po themi që ta bëjë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra bashkë me Izraelin. Ne bashkë do sulmojnë Iranin. Unë uroj që kjo të ndodhi sa më shpejt. Për arsye se kësaj radhe dhe uroj që Irani të mos vetë përmbahet më kësaj radhe. U përmbajt radhën e parë vetëm 12 ditë dhe ndaloi pas 12 ditësh, pra pranoi atë që Trump si thash, në momentin që këta perëndimorët fashistë ndihen keq, këta ofrojnë plane, këta ofrojnë paqe, këta ofrojnë gjithçka. Nëse dhe Irani e pranoi atë, absolutisht e pranoi. Prandaj po them që unë uroj që të mos vetë përmbahet më dhe të shkojë deri në fund. Sepse siç thash, të gjitha këto veprime do të çojnë në zhbërjen e shtetit Izraelit, sepse Izraeli jo vetëm do sulmojë Iranin, po do sulmojë edhe Libanin. Edhe Libani do sulmojë Hezbollahun, sepse deri më tash ka bërë çdo lloj provokimi të mundshëm dhe Hezbollahu nuk ka reaguar. Dhe gjithçka kam dhe ata do sulmojnë me trupa kësaj rrate, sepse e dinë që vetëm hyrja me trupa do t'i nxjerrë luftëtarët, po do t'i nxjerrë luftëtarët e Hezbollahut për të mbrojtur territorin. Provokimet që po bëjnë me goditje me aviacion nuk i nxjerr ata, dakord, ka pasur dëmtime në radhë të tyre, ka pasur dëmtime të infrastrukturës, por ata nuk po reagojnë. Po ja lënë ndërkohë këtyre ndërkombëtarëve që kanë bërë ndërmjetës. Dhe vetëm futja me forca do të bëj që Hezbollahu të reagojë po me forca. Dhe përveç Iranin do sulmoj edhe Libanin. Pra do bëj luftë në 3 fronte. Dhe në momentin që do filloj këtë luftë në 3 fronte, atëherë palestinezët do hapin frontin e 4 që është në bregun perëndimor. Huthët do sulmojnë nga ana tjetër. E qartë, Kjo është e vetmja gjë. Lindja e mesme po thua po shkon drejt do mbetet një përplasje rajonale të tillë, e cila siç thash uroj që të ndodhi sa më shpejt, për arsye se kjo do të sjellë eliminimin dhe zhbërjen e shtetit terrorist të Izraelit totalisht. Dhe po të shihni, ka filluar ideja e eliminimit të shtetit Izraelit. Para disa ditësh CNN paraqiti një hartë, në cilën një hartë lindjes mesme në cilën nuk gjendej Izraeli. Dhe pati një reagim të madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ato organizatat pro-izraelite. Po, CNN. Interesant. Dritan, ndërkohë do të kishë, nuk e dija e kemi kohën, po si këtë episodin e telefonatës Netanyahut me kryeministrin e Katarit nën prezencën e Trumpit, duhet ta kemi atë foton aty. Është një diplomaci teatrale e gjitha që po luhet. Konsiderohet si një Trumpi po shtroi Netanyahun se për herë të parë është shikoni. Po kërkon falje një kryeministër izraelit. Unë e kam thënë edhe një herë dhe më vjen keq që po detyrohem ta përsëris. Sulmi ndaj Katarit ka ndodhur me miratimin dhe dijenin e plot dhe përkrahjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ato e cila nuk e vunë në funksionim sistemin patriot të Katarit. Pra e fikën dhe Katari nuk pa asgjë që ndodhi. Dhe tashmë kjo është e gjitha loja për të mbuluar këtë tradhti për treguar atë, sepse duhet kemi që parasysh sot Trumpi dhe gjithë ta paraqiten sikur janë kanë misi, ndërkohë që Kissinger ka thënë shumë herë më përpara, Amerika nuk ka miq, ka vetëm interesa. Dhe edhe në këtë aspekt jemi me interesin amerikan të strategjisë amerikane, pra të hegemonizmit amerikan në lindjen e mesme, sepse kanë nevojë për bazën në Al Udeida, dhe tashmë atë çfarë bëri Trumpi. Po ja lë ta marrë përsipër këtij pafytyrit tjetër këtu, Netanyahu, se ky është i pafytyr. Pra ky se ka për shihni që nga mënyra se si reagon. Dritan. Pra kemi 2 njerëz që lozin teatr, mbi teatr po thua asgjë më shumë. Absolutisht është teatr, asgjë më shumë. Ndërkohë, Dritan, Bayraktar Kizilelma është avioni i parë luftarak pa pilot i Turqisë.
ka përfunduar me sukses provën me municion. Çfarë? Shiko, pavarësisht ata që quhen avion është dron. Pra kemi të bëjmë me një dron. Dronët janë të mallësive të ndryshëm. Ky është mallësinë e një avioni dhe këta i thon avion. Pra duan t'i japin avion, por është dron, pra është pa pilot, si të gjithë dronët e tjerë. Ka përfunduar provën që ka lëshuar raketa, pra nuk është ndonjë gjë e madhe, pra për herë të parë ka lëshuar raketa dhe është parë stabiliteti i lëshimit të këtyre raketave, sepse këto raketa kur lëshohen, pra mund ta destabilizojnë avionin në fluturim në momentin e lëshimit. Pra vetëm kjo nuk ka të bëjë me goditjen e objektivit, sepse raketa në objektiv shkon nëpërmjet GPS-it, pra nuk e drejton me avioni. E drejton GPS-i. E qartë. Objektivin. Po thjesht në momentin e lëshimit mund të destabilizoj fluturimin e avionit. Pra anën e tij aerodinamike. Dhe kjo tashmë është kaluar, pra mund të jetë lëshuar disa raketa njëkohësisht, 2, 3, 4 sa mund mbaj ai, ose 6 raketa maksimumi, dhe lëshimi i këtyre raketave është parë që avioni sërish ka vazhduar fluturimin e tij pa u ndikuar nga lëshimi i raketave. Pra nuk ka humbur as kjo përbën një sepse lexova sikur kjo përbën një arritje të madhe. Normalisht përbën një arritje të madhe sepse është një arritje në aspektin e industrisë të armëve që ka Turqia, pasi pretendon që ta nxjerrë në shitje këtë dhe askush nuk ta merrte në shitje një dron në rast se ai droni nuk ishte në gjendje të lëshonte raketa dhe të mos kishte stabilitet pas momentit të lëshimit të raketave. Pra është i pari dron. Jo, nuk është i pari dron, edhe bajraktarët lëshojnë raketa. Okay. Që nuk është diçka e re. Edhe dronët bajraktar lëshojnë raketa. Kalojmë tek Ukrainë, Rusi, si gjithmonë para disa ditëve Zelenski ka kërkuar Trumpit që të përdori dronët dhe raketat me le të themi me rrezet gjatë veprimi dhe duket sipas të dërguarit special të Shtëpisë Bardhë Keith Kellogg, i cili ka thënë Fox Newsit, duket sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë lejuar, le të themi, Ukrainës përdorimin e raketave me rrezet gjata. Si e lexon këto moment dritan, sepse do ta kapim në 3 aspekte. E parë ta kapim nga ky ish generali Kellogg, i cili për mendimin tim është fatkeqësi e madhe që njerëz tillë janë bërë general. Ndërkohë, vetëm 1 minutë. Ndërkohë duhet ta them që unë çekova në Washington Post, çekova në Financial Times, nuk është vetëm Keith Kellogg, është burimi është Keith Kellogg i kësaj deklarate. Keith Kellogg nuk është era e parë që në deklarata të tilla dhe asnjë nga deklaratat e tij që ka bërë që nga momenti që është caktuar si mbikëqyrësprishjen e Ukrainës nuk ka rezultuar të jetë e vërtetë. Pra deri më sot, çfarëdo që ai ka deklaruar në raport me vendimarrjen e Shtëpisë Bardhë. Pra asgjë. Edhe këtë unë e marr në rast se do ta merrja 50% e zhvillimit, Kellogg do të marrë një 10%, pra është një interpretim i Keith Kellogg se çfarë ai mendon dhe jo realiteti se çfarë ka ndodhur. Pra nuk e para. E dyta, edhe në rast se do të ndodhte. Rusia ka reaguar dhe ka thënë që konsiderojnë. Le mos vim atje, le të vim te kjo. Raketat me rrezet gjatë veprimit. Të gjitha raketat me rrezet gjatë veprimit që ka pasur mundësi të japë Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë deri tash. Edhe Tomahawk për shembull? Po prit se të vinë Tomahawk. Deri tash janë dhënë të gjitha ato raketat që kanë pasur. Pra që ja kemi dëgjuar emrat fillimet që thoshim që do ndryshonin të, i keni dëgjuar të flitet më për to? Jo, zero. Pse? Sepse nuk kanë asnjë lloj kapaciteti. Dhe vim te Tomahawku. Te Tomahawku nuk është Keith Kellogg ai që e thot, por Tomahawku është zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili dori në një deklaratë në një televizion amerikan, thoshte që do japë së fundi. Edhe te ai zëvendës presidenti këtu kemi një president i cili vepron me mentalitetin e një tetari. J.D. Vance ka qenë thjesht një tetar në forcat marince dhe atje nuk ka mbajtur as armë në dorë përveç muajve të parë që ka bërë stërvitjen, se ka qenë thjesht një gazetar. Ka mbuluar shtypin në forcat marince amerikane. Dakor. Dhe me gradën tetar. Tash me logjikën e një tetari, prandaj po them me logjikën e një tetari dhe me logjikën e një personi tjetër i cili për nga mënyra se si flasin është fatkeqësi e madhe që ka gradën e një generali, pra tregon nivelin dhe degenerimin arsimor ushtarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të këtij perëndimi, për arsye se Tomahawk, pra si thënë këta, Tomahawk janë raketa të cilat lëshohen nga anijet, nga nëndecet dhe lëshohen edhe nga shtrate lëshimi në tokë, pra shtrate vertikale. Ukraina s'ka anije, Ukraina s'ka nëndece. Nga do t'i lëshojë këto Tomahawk? Pra çfarë do t'i japin këta? Do t'i japin nëndece?
Kuptoni, pra logjika e tyre është logjika një ushtari. Një ushtari i cili nuk e ka idenë se si funksionon arma, se si funksionon ushtria, po merr vetëm kur vesh uniformën, mendon se i di të gjitha dhe thotë që edhe këtë, po s'ke ç'a t'i japësh. Pra Tomahawku nuk është raketë e cila mund t'i jepet, sepse nuk ka ngalëshohet. Dakor, po këta pretendojnë mbi Tajfunin. Është një raketë Tajfun. Raketa Tajfun është një prodhim i ri të Bashkimit të Amerikës, e cila ka shtrat lëshues, pra lëshohet nga një kamion. Dhe kjo raketa Tajfun i ka bler Gjermania për veten e saj nga Shteti i Amerikës dhe lëvrimi i tyre do të fillojë në fund të vitit 2026 për Gjermaninë. Pra në fund të 2026 fillon lëvrimi për Gjermaninë dhe Gjermania ka thënë që mund të konsiderojmë t'ia japim një set të atyre, një set do me thënë është një shtrat lëshimi, një kamion i cili ka shtrat në lëshimi, një kamion i cili ka kabinën komanduese dhe një kamion i cili ka 8 raketa që i mba në rezervë, pra, që janë për të përdorur. Dhe do ta shohim nëse do ja japim Ukrainës një. Pra një set. Po për vete e marrin në fund të 2026-s. Pra, e kuptoni ku jemi? Po, jo, unë them si mesazh politik në kuptimin që është mesazh i cili thash më shumë sa politik tregon në qarqet ushtarake, pra në rast se siç e lexon, pra unë po shoh, qarqet ushtarake ruse, pra po flasim për Rusinë. Kur këta njerëz flasin në këtë mënyrë, pra tregon që këta nuk janë kompetent për ata që flasin, nuk e kanë haberin asaj që flasin. Pra flasin broshkulla e docira dhe kjo tregon nivelin dhe degenerimin në cilin ka rënë politika dhe ushtria amerikane. Dhe kur ti mendon gjë tillë dhe nesër mendon se do përballesh me një shtet i cili po tregon fuqi ushtarake teorike dhe praktike, atëherë kjo është qesharake, pra. Po, ajo që diskutuam merës tjetër, deklaratën e Trumpit duken sikur J.D. Vance dhe Kellogg po e përforcojnë drejtan në kuptimin që nuk pas ka qenë aq. Po pra pikërisht vazhdon të jetë në atë, sepse të flasësh për Tomahawk, domethënë të flasësh për pralla. Nuk mund të jepet Tomahawk, sepse s'ka kapacitetë do jepet. Pra thash Tomahawku lëshohet vetëm nga anijet dhe nga nëndecet. Nëse do ndodhe, a do hynte në luftë drita SBA-ja? A mund të më thoni si do ndodhi? Dakor, por nëse pra, unë kam një pyetje retorike. Kur këto Tomahawk lëshohen vetëm nga anijet dhe nga nëndecet, Ukraina s'ka as anije as nëndece. Si do ndodhi që ti t'i japësh këtë raketë? Pra, edhe kjo deklaratë vazhdon të përkrajë atë të Trumpit që po ju do fitoni me këto që nuk mund t'ja japim se nuk keni si t'i përdorni. Pra ne do t'ja jepnim, po ti s'do ta përdorësh. Tomahawk sa e kanë këtë rrezën e 2500 kilometra ka. Por ama që nga deti zi mund të po absolutisht, mund ta lëshosh nga të duash, po problemi është nga do ta lëshosh, sepse ti nuk ke nëndece, ti nuk ke anije. Pra të duhet kryqëzor, sepse Tomahawku do kryqëzor ta lëshosh. Nuk do anije do si do, pra nuk do një anije mallrash, do kryqëzor. Ukraina s'ka as anije mallrash tashmë, po e zëm, pra si do ta bësh? Prandaj them që edhe këto deklarata vazhdojnë të mbështesin atë Trumpit që neve ju jepni juve këto. Po s'kemi si t'ju japim juve këto. Se po t'ju japim këto ju e fitoni, po ju shkoni deri në Moskë. Po si t'ju japim juve këto? Ndërkohë dritan Rusia ka filluar të përdor avionët e gjeneratës 5 Su-57 kundër Ukrainës. Për herë të parë nuk janë raportuar më përpara përdorimet. Jo, më janë raportuar edhe më përpara, nuk është e parë. Vjet i ka përdorur në masivisht, biles nëse e mbani mend vjet, ka qenë një rast se këtu 57 nuk fluturojnë vetëm, Su-57 fluturojnë edhe me një dron masiv të madh së bashku me ta, dhe Su-57 është gjeneratës 5, por përdor inteligjencën artificiale. Dhe droni komandohet nga avioni dhe nga piloti, pra Su-57 fluturon me 1 ose 2 dronë. Dhe nëse mbani mend vjet në Mars, një dron i tillë udhëzuar në thellësitë të territorit të Ukrainës. Një dron i tillë, i cili është dron që fluturon së bashku me Su-57. Pra Su-57 dërgon këta dronë në fillim dhe pastaj fluturon. Pra nuk kemi për herë të parë përdorimin. Ndoshta për herë të parë për këtë vit, por ama vjet janë përdorur gjërësisht për një periudhë kohore. Ne jam referuar Megatron, po gjithsesi. Jo, është dakor, kjo nuk do të thotë le të themi një përshkallëzim. Jo, nuk ka asgjë. Okej. Përshkallëzim do të kemi në momentin që do të kemi përdorimin e dronëve me goditje me rrezë të gjatë veprimi të dronëve Xheran. Pra aktualisht Rusia përdor godet 500 dronë në ditë. Prodhon 1000 në ditë. Pra ka arritur të prodhojë 1000 në ditë. Prej gushtit ka filluar, prej gushtit prodhimi i dronëve është në 1000 për dronë në ditë dhe ka qëllime që në janar kapaciteti i tyre të shkojë deri në 1500 ose 1800 dronë prodhuar në ditë. Pra aktualisht prodhon 1000 dronë në ditë dhe përdor vetëm 500 prej tyre. Në momentin që do shihni që për një kohë të gjatë, pra për të paktën brenda një jave, do përdori 1000 dronë ditë, atëherë kemi përshkallëzim të situatës. Dhe përshkallëzim të sulmit. Atëherë ky do thotë përshkallëzim. Normalitet. Tashmë nuk pra normalitet nuk është, sepse edhe një dronë do të sulmoj, po jo, flas është normalitet prej disa kohësh me 500 vazhdon të jetë ajo rutina, po. Vazhdon ato rutinë. Zelenski
mburret se ka marrë patriot izraelit Dritan, e parë ngria e pesi lajm këtë. Po, është e vërtetë se ka marrë. Si ta lexojmë? Janë patriot pak 2, janë pak 2 dhe jo pak 3, të cilët Izraeli e hoqi nga përdorimi, sidomos me vendoset i ishte vjet, pra vjet është bërë marrëveshja në shtator që Izraeli doja jepte 3 bateri pak 2 do ishte nga përdorimi, se nuk i hynin më në punë Izraeli dhe doja jepte Ukrainës. Marrëveshja është bërë vjet në shtator dhe ka filluar lëvrimi si vjet në shtator. Pra është bërë lëvrimi i parë dhe pasi lëvrimi ka filluar të hyjnë, po ato janë pak 2, ndërkohë që janë ka edhe më të avancuar ka pak 3. Pra nuk është se ka ndonjë kapacitet të madh. 3 bateri janë ato që ka marrë. Pra nuk është ndonjë gjë e madhe. Por Izraeli po e përdor politikisht në aspektin për të thënë që, më falni, Zelenski po e përdor në aspektin politik të emërtimit. Pra Izraeli po na ndihmon. Po, Izraeli po ndihmon. Ka në këtë aspekt. Izraeli po, ama do kemi një gjë parasysh që nuk i ka marrë direkt nga Izraeli. Pra shikoni si ka ndodhur. Realiteti është ky pra. Qëllimi është që Zelenski kërkon në këtë moment të fusi në sherr Izraelin, të prishë marrëdhëniet midis Izraelit dhe Rusisë. Prishja e marrëdhënieve Izrael-Rusi do të thoshte acarim më tetër i marrëdhënieve Rusi-Amerikë. Pra kërkon që Rusia të dalë me deklaratë, pra të reagojë ndaj kësaj, të reagojë ndaj Izraelit, ndërkohë që shitja nuk është bërë direkt, dhënia nuk është bërë direkt nga Izraeli te Ukraina. Është bërë nëpërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës i riblen këto nga Izraeli dhe në paketën vjet që u vendos, në paketën me Bidenit u vendos që t'i jepeshin, pra është bërë në këtë mënyrë, nuk është bërë direkt, por po përdoret për të shkaktuar këtë përplasje, pra diplomatike në mënyrë të shkojnë nesër në një përplasje tjetër. Nuk e di ke The Times of Israel apo Israel Hayom, nuk di ku e lexova, po Witkoff thoshte që nëse me planin Trump arrim ta zgjidhim situatën në Gaza, kjo do të çojë më pas edhe për, domethënë bënte një lidhje midis Gazës edhe Ukrainës dhe prandaj më shumë e kisha në këtë kuptim e kisha pyetje. Nuk besoj që ka lidhje midis Gazës dhe Ukrainës, nuk ka asnjë lidhje midis Gazës dhe Ukrainës në këtë aspekt. Dritan, do ishin futur pak tek Moldavia në fakt, sepse fituan forcat pro-europiane me një fjali. Jo, nuk fituan forcat pro-europiane i vodhën zgjedhjet, i manipuluan ato. Ja, këtu është Witkofi do iki. Pra, Evropa i manipuloi zgjedhjet për të fituar ato, për arsye se në krye të pushtetit në Moldavi është një femër e cila ka qenë drejtoresh në një nga filialet e Bankës Botërore. Pra, i përket kraut globalist pro luftës. Dhe u manipuluan zgjedhjet në aspektin që një javë para zgjedhjeve i hoqet drejta nga pjesëmarrja në zgjedhje të partive pro-ruse që janë atje. Janë 3 partitë për të cilat u ndaluan të marrin pjesë në zgjedhje, pra kjo tregon që Evropa është e friksuar nga u ndaluan të marrin pjesë në zgjedhje. U ndaluan të marrin pjesë në zgjedhje, sepse ato rrezikonin të merrnin 30 deri 40%. Pra, dhe po të merrnin 30-40% automatikisht binte kjo pra. Dhe plus në Rusi ndodhen diku rreth 500.000 shtetas moldav të deklaruar nga Komisioni Zgjedhor i Moldavisë dhe atje u hapën vetëm 2 qendra votimi. E qartë. Pra ky është një manipulim total, por ama kur, siç thash, ky perëndimi neofashist kur i manipulon për hesapin e vet, i quhen demokraci, kurse kur të tjerët i manipulojnë për hesapin e tyre që janë kundër atyre, i quhen autokraci. Në fakt që kemi autokracia ndaj autokraci këtej. Do të bëj një pyetje në fakt, po patëm kohë ta trajtoj edhe këtë që kanë planifikuar, por kjo jashtë planit në lidhje me këtë vendimin që generalet amerikan po mblidhen aktualisht, domethënë është mbledhja më e madhe. Është për herë të parë ndodh në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës që Shteti Bashkuar të Amerikës, pra Departamenti i Mbrojtjes, mbledh të gjithë generalet që ka në forcën e saj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është ndonjë, pra si veprim, është një veprim që ndodh për herë të parë dhe është diçka e jashtëzakonshme. Kjo nuk ka të bëjë as me atë frikën e njerëzve se do shkojmë drejt një lufte ose po shpallet një luftë e re, për arsye sepse ata që flasin në mënyrë të tillë dhe ata që analizojnë në mënyrë të tillë nuk e kanë idenë si funksionon ushtria dhe si funksionon lufta. Në ushtri qoftë edhe për një stërvitje, jo më për çështje lufte, për një stërvitje, planin e stërvitjes e din vetëm një numër i caktuar, pra ata që e kanë bërë dhe ata cilët do ta implementojnë. Pra është, nëse ushtri funksionon fjala I need to know basis. Po, ja departamenti I luftës. I need to know basis, do të thënë që vetëm ata që kanë nevojë ta dinë. Kurse ti këtu po mbledh të gjithë generalet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në total 1131 general. Nga 1 deri me 4 yje. Pra 1131 general. Po. Janë total. Nga këta 1131 general, 38 prej tyre janë general me 4 yje. Mbani mend të shifrën që po e them.
38, ëh? Po, 38. Tashmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në total 1.120.000 forca ushtarake në uniform. Pra për 1.120.000 forca ushtarake kanë 1.131 general. I bie që në rast se do t'i ndanim pra në brigada, pra i bie një brigadë ka minimalja 2.500 forca, i bie që të kemi një general për 1.100 forca. Do me thënë 2 general për një brigadë. Ndërkohë që brigada komandohet nga një kolonel. Divizioni, në cilin bëjnë pjesë 5 brigada e lartë, komandohet nga një general. Ndërkohë që këtu kemi 2 general për një brigadë. Pra shihni se sa është fryrë burokracia. Dhe që të kuptoni diçka tjetër, pra arsyem pse unë mendoj që janë mbledhur. Siç thash, numri general me 4 yje është 38. Ndërkohë që në luftën e dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin 12 milion trupa. 12 milion trupa. Po, në luftën e dytë botërore, 12 milion trupa dhe këto 12 milion trupa kishin vetëm 7 general me 4 yje. Pra për 12 milion trupa, 7 general me 4 yje. Nësa këtu kemi për 1.120.000 trupa, 38 general me 4 yje. Pra, në këtë mënyrë është degeneruar totalisht kapacitetet mbrojtëse të Shtetit të Amerikës. Pra, derisa është shtuar numri generalëve, do me thënë që numri vendimarrja është defragmentizuar në atë mënyrë, sa është bërë e pamundur veprimi ushtarak në terren. Dhe për këtë arsye, imagjinoni diku të rreth 13% e këtyre generalëve nga 1 deri 4 yje, a i dini ju si i kanë marrë yjet e generalit? Para 6 vit, fiks para 7 viteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Ushtrinë Amerikane, nisi një proces, i cili thoshte procesi i nxitur nga këto shoqatat LGBT, nga kjo çmenduria e LGBT-s, që ishte pra të deklaroheshin kush ishin gay, lesbian dhe kështu, dhe ata që deklaroheshin merreshin nga një yll më tepër. Pra në rast se ti ishe kapiten bëheshe major, në rast se ishe major bëheshe nën kolonel, në rast se ishe nën kolonel bëheshe kolonel, në rast se ishe kolonel bëheshe general. Për shkak se ishe deklaruar i tillë. Prandaj janë shtuar. Dhe imagjinoni 13% e këtyre generalëve janë shtuar për shkak të kësaj. Dhe tashmë kemi një ndryshim të ri. Këtë që thotë, më përpara quhet Departamenti i Mbrojtjes, tashmë quhet Departamenti i Luftës. Do me thënë, Departamenti i Mbrojtjes ka strukturë tjetër, pra do kemi një ristrukturim dhe ka edhe një strategji tjetër. Ndërsa kur ti e quan Departamenti i Mbrojtjes kërkon strukturë të re organizative dhe strukturë të re strategjike. Pra për këtë arsye unë mendoj janë mbledhur këta zotërit për të komunikuar atyre strukturën e re dhe riformuar atë. Nuk ka asgjë tjetër pra që të frikësojmë se do nisë. Nuk ka lisje lufte. Pra është thjesht riorganizim. Në rast se mbani mend në momentin që mori detyrën, Pitex e tha që do fillojmë dhe do bëjmë riorganizimin e ushtrisë amerikane nga e para. Dhe këtu jemi në këtë aspektin e riorganizimit. Janë thirrur në këtu sepse një pjesë shumica e tyre janë general komandues dhe kanë frikë se në momentin që këta ti nuk mund t'i thuash 400 generalëve që unë do t'i heq juve nga puna, sepse ata kanë forca në drejtim. Dhe kanë frikë se të kundërshtojnë. Pra, kanë frikë se mos ndodhë një puç ushtarak. Dhe për të eliminuar puçin, çka kanë bërë? Kanë thirrur gjithë generalet. Ama kjo do thotë që prej javës që shkoi, prej ditës së mërkurit që shkoi, e deri ditën që generalet do kthehen, aktualisht gjithë ushtria amerikane është nën komandën e kolonelëve. Sepse këta e kanë deleguar detyrën. E qartë. Pra, totalisht Amerika po drejtohet nga kolonelët dhe jo nga generalët. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Ju faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Vudi Gjumshiti, kryeredaktori Gunpowder Chronicles. Vudi, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Dhe vlerësim maksimal për mënyrën se si ju raportoni apo your insight. Faleminderit shumë. Vudi, do ta nis në lidhje me atë që po ndodh aktualisht në Kosovë për sa i përket vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë dialogun strategjik me Kosovën dhe le të themi reagimin e djeshëm të Albin Kurtit për sa i përket qëndrimit që ai do të mbajë në lidhje me këtë vendim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të doja një lexim të mesazheve kryesore, si çfarë do të prodhoi ky qëndrim i Albin Kurtit? Qëndrimi i Albin Kurtit nuk është i habitën, nuk është diçka për të habitur, është obligim dhe detyrë çdo lideri shtetëror për ta mbrojtur interesin e vet shtetëror,
përkrah dhe përballë çdo veprimi tjetër politik I cili nuk shkon në favor të interesit të shtetit të vet. Sa I përket dialogut strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës, dialog strategjik nuk ka pasur. Kjo është e vërteta e verifikuar, të cilën ne kemi verifikuar me 12 shtator, vetëm disa orë pasi e ngarkuara me punë për të administruar ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë zonja Anu Pratopati, e ka autorizuar një postim në media I cili thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës suspendojnë marrëveshjen e dialogut strategjik apo dialogun strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me ta verifikuar ne kemi gjetur që një postim I tillë është gënjeshtër sepse nuk kishte dialog strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, duke qenë se dialogu strategjik kishte ardhur si iniciativë propozuese nga presidenti Osmani në vitin 2021. Në vitin 2022 ishte përshëndetur nëpërmjet note verbale nga sekretari Blinken dhe tani topi është në oborrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2022, mirëpo nuk ka lëvizur më tutje. Çdo më thënë dialog strategjik, atëherë kur një shtet I vogël në këtë rast siç është Kosova apo edhe I madh siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës është I interesuar që t'i përdor resurset shtetërore të një shteti aleat për t'i arritur qëllimit e veta shtetërore. Në këtë rast, Kosova e ka pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fuqinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës si nevojë për t'i përdorur resurset e tyre, prandaj presidenti me të drejtë ka propozuar që të fillojnë negociatat e dialogut strategjik. Ai propozim një vit më vonë është përshëndetur nga sekretari Blinken, dhe tani është topi në oborrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jemi vetëm në nivel përshëndetjesh. Ajo çfarë është e vërtet e verifikueshme dhe e verifikuar është që dialog strategjik nuk ka pasur. Prandaj, formulimi I fjalive nga ana e ambasadës e deklaruar publikisht me përshtypjen tonë dhe analizën editoriale, gjithashtu edhe të ekspertëve britanikë me cilë komunikojmë ne në Londër, I vije era e një përpjekje të krijimit të një lloj narrative për të inskenuar një përpjekje për grusht shtet. Mirë po, kjo është vetëm sa për të ndërtuar narrativen dhe për t'i matur reagimet e publikut. Si kur erdhi ky vendim dhe ky publikim I ambasadës amerikane në Prishtinë, vetëm disa ditë pasi zonja Anu Pratopati e ngarkuar me detyrë për të administruar ambasadën dhe jo për të bërë diplomaci apo politik, ishte takuar me kompaninë Devoli. Kompania Devoli ka bashkëveprim biznesor me Serbinë dhe Telekomin e Serbisë. Kompania Devoli verifikueshëm ka investuar dhe financuar grupacione të interesit mediatike dhe propaganduese, gjithashtu edhe politike, për të orkestruar operacione klandestine për të destabilizuar Kosovën në mënyrë që të shojnë në një proces politik final për të nënshtruar Kosovën ndaj interesave të Serbisë. Dhe pas këtij takimi të zonjës Pratopati me Devolin, ka ardhur ky publikim, I cili publikim pastaj ka shkaktuar një val artikujsh propagandistik, gënje të cilët janë të pavërtet, duke akuzuar kryeministrin Kurti apo leadershipin kosovar se e ka prishur aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pra është gënjeshtër. Qëllimi ka qenë për të ndërtuar një narrativ eksplozive me gënjeshtra plot në favor të diskursit politik agresiv të Serbisë kundër Kosovës, e cila po e mban peng Kosovën tashmë më shumë se 8 muaj pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ku Serbia nëpërmjet satelitëve të saj politik dhe arrinjve të fjetur në institucionet e Republikës Kosovës është duke u munduar të blej kohë, pasi që ardhja e leadershipit të ri të vitit 2021 të Kosovës në fuqinë e Republikës Kosovës e ka zhveshur operacionin e Serbisë për ta kthyer Kosovën në thundrën e saj, duke I shpartalluar operacionet e Serbisë dhe duke e zhbër instalimin e Serbisë nga Kosova, një instalim që e kishin ndihmuar udhëheqësit paraprak apo partitë opozitare që kanë qenë në pushtet në Kosovë për 20 vite pas luftës. Do të dalim këtu edhe pse unë do